Bashkitë e qarkut të Vlorës do të nisin tashmë punën për evidentimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet e fundit si pasojë e daljes së Vjosës nga shtrati. Pavarësisht se uji është tërhequr në lumin Vjos, në Novosel dhe në bishtin e malit në Selenic, bashkitë me urdhër të kryetarëve të tyre do të ngrenë urdhrin për akt konstatimin e dëmeve që nga situata fillestare për të evidentuar se sa sipërfaqe toke dhe banesa ishin të përmbytura me prezencën e ujit dhe se sa janë aktualisht me problematika. Dëmet në gjën e gjallë, pra në Gjedh dhe Timta, janë në bashkitë e Sarandës, ndërsa në 3 bashkitë Vlorë, Selenic dhe Himar nuk ka të konstatuara. Për çdo situatë evidentuar në terren me familje të përmbytura, bashkitë duhet i drejtojnë rezervave të shtetit për pajisjen e banorëve me çadra dhe artikuj ushqimor dhe veshmbathje. Burime pranë shtabit të emergjencave civile konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se janë evidentuar 5 familje në Novosel që kanë kërkuar ushqim për blegtorin. Situata do të vlerësohet hapasapi dhe institucionet vendore do të dalin me një raport. Problem mbetet situata tek argjinaturat për gjatë lumenjve. Burime pranë shtabit të emergjencave civile thanë për televizionin 6+1 Vlora se në Shushic ka patur probleme në krahun e djathtë të lumit, në Gjyerin dhe Risili. Në Gjyerin konkretisht lumi ka dëmtuar argjinaturën, ku do të ndërhyet vitin që vjen me një projekt konkret. Probleme ka patur edhe në Risili, ku ka dëmtime argjinatura, por edhe toka bujësore të cilat u përmbytën. Probleme edhe me Vjosën, ku sipërfaqe të konsiderueshme toke në Mifol janë mbuluar tashmë nga uji, si dhe në fshatin Trevllazër. Në këtë fshat kërkohet një mbrojtje gjatësore e lumit, pasi duke mos ndryrë, lumi mund të rrëmbejë sipërfaqe të mëdha toke. Ashtu, burime pranë shtabit të emergjencave civile konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se është punuar dhe për hapjen e grykderdhjes së lumit Vjos gjatë këtyre ditëve, pasi nga dallgët ai ishte bllokuar. Ka patur problematika gjithashtu edhe në stacionin e ujësjellësit të fshatit Trevllazër, që u përmbyt nga vërshimi i Vjosës, ndërsa aktualisht situata është normale dhe në funksion. Në Vlorë nuk ka patur probleme sa i përket qytetit me ujin e pishëm apo dhe me ujërat e ndotur. Ndërsa sa i përket bashkisë Himarës, 3 banesa kanë patur probleme me ujë në Nivic, Shën Vasil dhe Lukov. Nuk është dashur ndërhyrje për largimin e ujit. Rrezikshmëri është evidentuar në rrugën hyrëse të Bolenës, por ajo është e kalueshme momentalisht, ndërsa urat të dëmtuara janë shfaqur në Kuç dhe Kallarat. Ura e Vranishtit ishte e dëmtuar, por e kalueshme tashmë. Nuk ka biznese të përmbytura, thon burimet, por as sipërfaqe toke në këtë territor. Ndërsa problemet nga gryrja e lumit Shushic në Kallarat dhe Kuç duhet të shikohen në vazhdimësi. Shtabi i emergjencave civile thotë se ka patur shumë dëme nga erozioni në ullishte, ndërsa ato janë duke u evidentuar. Në bashkinë e Selenicës vihet re dëmtimi i urës së fshatit Kropisht, që lidhet me rrugën kryesore. Gjithashtu në ditët e fundit ka patur prezencë uji prej 3 hektarësh në bishtin e malit në Armen. Probleme u shënuan edhe në stacionin e pompimit të furnizimit me ujë të karbunarit, por situata u përmirësua. Të tilla probleme pati edhe në fshatrat Romës e Resulaj, për shkak të shkarjes së terrenit. Probleme me ujin edhe në Velçe Matogjin, për shkak të inerteve që përfunduan në depon e ujit, por tashmë situata po normalizohet.